mars të 2015-ës, në anë të ish kombinatit metalurgjik në Elbasan nisi puna për ndërtimin e implantit të parë të përpullimit të mbetjeve dhe prodhimit të energjisë në Shqipëri. 2 vite më vonë, kur nisi nga puna inceneratori i Elbasanit, kryeministri Edi Rama zotohej. Marrëdhënia në plerat që 20 e kusur vite e mbytën Shqipërinë, dolën jashtë çdo kontrolli dhe që ne kemi vendosur t'i kthejmë nga një burim ndotje dhe kanceri në një burim energjie. Ky është zotimi ynë. I njëjti model, por shumë më i shtrenjtë, u prezantua në Tiranë një vit më pas. Inceneratori i Tiranës u shit si model suksesi me të cilin do të zhbëhej mallkimi i plerave në të gjithë vendin. Ky është një model që është absolutisht me avantazhe të mëdha në raport me landfillnet tradicionale, ndryshe nga çfarë proçkullohet këtu me ne. Dhe nuk mbaroi këtu. Në 2021 ishim projekti ushtri edhe në Fier. Ky është transformimi i madh teknologjik edhe është çlirimi i madh mjedisor. Për fat keq ka pasur shumë keqkuptime, shumë lajme të rreme, shumë abuzime, shumë balt, si për gjitha punët e mira që bëhen në Shqipëri. Dhe kush kritikonte inceneratorët ishte armik që krijonte panik. Për shkak të edhe mungesës dijes mbi këtë proces, por për shkak edhe të dyshimeve që krijohen nga propaganda negative, është realisht armiqësore, është krijim paniku me qëllim. Tirana do fitoj një park real. Mirë po, koha siç duket ju dha të drejtë armiqve. Inceneratori i Elbasanit nuk punon. Ai i Tiranës nuk ekziston dhe Fieri nuk u vu dot kurrë në punë. Inceneratorët që duhet të ishin një zgjidhje moderne u kthyen në simbol të korrupsionit dhe abuzimit. Të treja projektet janë në njëtim nga SPAK për korrupsion dhe pastrim parash, ndërkohë që i kanë kushtuar taksa paguesve shqiptar qindra milion euro. Ndaj, një dekadë më vonë, qeveria prezantoi një reformë të re për menaxhimin e mbetjeve, e cila kalon nga incinerimi tek riciklimi.